sot që në pikë mëngjesit, mesazhe mas mesazhes, qindra mesazhe, lidhje me emisionin brëm të Ylli Rakipit, në debatin që pata me Gjergj Lucën. Dhe shumë njerëz nuk kanë kuptuar ironinë që bëra me mikun e vllajën tim Gjergj Luca, kur i thash që Luc ti prodhon dhe shumë biznesmen tjerë nuk prodhojnë. Prandaj ti nuk ke pse mro ato, pse janë biznesmen, se ato kanë përfitu dhe kanë bo gjonat shumë tuta. Kurse ti, zotëri, thash që keni një gjutë emisionin, del se peshkun e qonë fabrike përpuno dhe e eksporto në Amerikë, në vëndet skandinave, në Spanjë. Pra, dhe këtu bëra ironi, ku i thash peshkun që qënë Amerikë, që fut drogën mrena ke barku peshkut, duke perifrazu portalet që kanë sulmu vazhdimisht Lucën, që merret me transport droge. Në një kohë që unë kam qenë me të në peshkim, dhe ka raste kur ai 2 ditë nuk fol me gojë fare, është në telefon duke njek peshkun nga telefoni se ku po i vje peshku. Kështu që vazhdo gjimoj bishtit peshkut Luc, se je në rregull, por vjen keq për njerëzit që kanë një mlef, një negativitet kaq madh për njerëzit e punës, sepse Gjergj Luca në ato vende ku ka ndërtu dhe që i ka ble, nuk i ka morë, si që kanë marrë shumë biznesmen, por ka bërë gjërat mrekullueshme. Mos harroni që 2 kinemat më të bukur në Republikë sot dhe theatrin më të bukur e ka Gjergj Luca në Labinot në Rozafa Fish City. Dhe Rozafa është një brend që eksporton jashtë Shqipërisë, dhe mund them, nuk e dia ka ndonjë brend tjetër që eksporton jashtë Shqipërisë. Dhe javë për javë çop peshku në Amerikë. Prandaj mendoj që njerëzit duhet të jenë më të kujdesshëm dhe të përkrajnë njerëzit e punës dhe jo ti shpifin e ti vejnë gjona në kurris njerëzit që kanë bërë një gjotë bukur. Edhe për biznesmen tjerë, unë nuk kam asnjë problem për njerëzit që pasurohen, sepse dikush është i afër për këtë punë, Luca është për peshkun, dikush tjetër është për sportin, dikush tjetër është ditë pikturoj, dikush tjetër është skulptor, dikush tjetër i bi dajres. Pra, Zoti i ka thënë gjithë dhe nga një aftësi, por është mirë kur ke njerëz të tillë që punsojnë njerëz dhe ndihmojnë njerëzit. Me disa biznesmen tjerë që unë përmend, i përmend sepse këto njerëz nuk kanë bë asnjë gjë të mirë në të mirën publike, por kanë shkatërruar pronën publike dhe natyrën. Kjo është ajo që ka themëm. Po, pasurinë e njerëzve unë nuk kam asnjë problem, se sa më shumë pasur të ketë, aq më mirë do të jetë për Shqipërinë. Mirupafshim.